Mua më ka vdek buri 38 vjetë. Ngushëllime, mi ka keq. Sa njerëzit e mi më njohën një çun që është këtu burr, që është në Angli dhe ai. Jam e djegur nga vese, ti kisha thënë. Shikoja një çun që më ndite nga mbrapa. Wow. Ca ditë. Futuni në shtëpi jeni safe, vetëm të na thoshin. Unë jam trembur, o deta. Vajza ime më shtrëmbu shumë. Unë s'do të lë të lumturohesh më. Xhelozi. Ma kishte thënë po merr të gjë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Angli, do të hap dritaren për një shqiptare emigrante për disa viteve në Angli, është nëna e 3 vajzave, por që fatkeqësisht ka humbur bashorti nga kjo jetë në një moshë të re. Por sot kjo nënë, e cila dhimbjen ka ditur ta kthejë në forcë, të rrisi vajza, të vazhdoj jetën e vetme në Angli, nuk do të flasi për të shkuarën e saj dhe dhimbjen që ka përjetuar për humbjen e babait të fëmijëve, por ka për të bërë një denoncim për një tjetër shqiptar që me sa duket nuk po e lë rehat. Por çfarë ka ndodhur, do të jetë Anjeza që ditën e sotme do e denoncoj këtu në live me Odetën. Anjeza, përshëndetje. Përshëndetje, më drejt. Më ke shkruar në TikTok, mos gaboj. Diku të shkrova, më duket Messenger, nuk e di, diku të shkrova më po. Më shkruajte dhe më solli një mesazh dhe më thej që kam një problem që dua ta denoncoj. Po. Çka ka ndodhur? Ti jeton në Angli? Unë jetoj në Angli e vërteta, me një fëmijë 15 vjeçe. Mua më ka vdek buri 38 vjetë. Ngushëllime, mi ka keq. Faleminderit potra. Edhe ca njerëzit e mi më njohën një çun që është këtu burr, që është në Angli dhe ai, me që je në Angli me çupën, ishte dhe ai pa fëmijë, më njohën me atë. Okej, u takuam. Në fillim tregoi një pamje shumë të mirë. Diçka nuk më pëlqente që në fillim, diçka ndjeja që nuk më pëlqente, po i jepja shanse, se thosha është në Angli, jam vetëm dhe unë me një fëmijë doj një mbështetje. Nejse, ai pinte. Alkool. Në fillim pinte shumë. Në fillim si duket ai e kontrollonte nga që unë kisha thënë që në telefon, nëse je njeri me vese, nuk bën vaki që unë të mbaj, se e pata një burrin me vese dhe ai bëri një vetvrasje. Se ishte Los te Giogo. Piqos. Edhe jam e djegur nga vese, ti kisha thënë. Nejse, në fillim ishin mirë gjërat. Pastaj je isha zënë shumë herë se pinte, kur unë ikja në punë, se vite një javë, 2 ditë, tek shtëpia ime, se rrinte larg, dhe kuptoja gjëra që nuk më pëlqenin, isha zënë, isha pajtuar, derisa u njofte prindërit e mi një moment tek familja ime. Aty pastaj që kur u njoh, ky ndoshta e siguroi që kjo nuk u do më lër më, dhe aty e tregoi më shumë që pinte pa mas. Ndoshta ai pinte edhe më përpara, po nuk e kontrolloja dot se nuk jetonte këtu, jetonte një orë gjys larg. Larg shteja. Dhe kur vinte ai dridhej tek shtëpia ime, unë e kisha kuptuar, po thosha mos ka ndonjë sëmundje, ndoshta ai mundoi të më pinte ato 2 ditë, dhe trupi e kërkonte ndoshta. Në bazë të mbrapa që si reagoi. I kisha folur shumë herë, kishte një tip shumë të keq, ai ofendonte der në kock. Kur pinte, kur ishte i papir, ishte thoi e ti lumë si unë për këtë fat. Ama kur ishte i pir, ishte të mos e kishe në Angli. Aq shumë i keq që bëj. Filloi më hajde me çupën, tregonte që donte çupën, se ai s'kishte fëmijë. Vajza më the është 15 vjeç? Është 15 vjeç tani. Për vajzën tregonte dashuri prindit, duke që ishte dashuri prindit, mundoi që ta mbante shumë afër. I tregonte prindit, jo dashuri të keqe. E vajza nuk pranonte shumë gjëra, që dhe i fliste, nuk është që unë do të gjoj mamin tim dhe motrat e mia, se unë kam 2 çupa në greqi të rritura, okej, kisha folur dhe unë që me vajzën nuk do plin, se shtije një partnerim dhe s'ka asnjë lidhje me vajzën, nuk doja që ta forsosja dhe vajzën, nejse. Një moment, filloi vajza kur vinte nga shkolla, kuptonte që ai pinte pa mas më, se unë jam në punë, ajo vinte aty ditë që ishte ky në shtëpi, vinte nga shkolla, dhe ishte ai masite në shtëpi, po s'kisha frikë për kështu se mos, dhe ishte shumë i sinqert në këto drejtime.
Dhe nga që kuptonte vajza që ai pinte, I gjente një shishe të fshehur në një vend, një shishe të fshehur në një vend tjetër, dhe më kishte thënë mua shumë herë, më ke sjell një pianesë në shtëpi mami, më kishte sjell, isha filluar pastaj që dhe mua po prekesha shumë në vetvete që vërtet bëra një gabim. Që futa në shtëpi pa e njohur mirë. Pastaj filloi ai më e vuri me vajzën. Shifte ato që pinte, I gjente vajza dhe më thoshte mua se si e shon kur beja në shtëpi normale. Thosha mos e bënte vajza ime, se arrini një pikë dhe thua mos jam dhe gabim. Pra ai, le të themi, të thoshte ty e dashur Anjeza që shishet e alkoolit I sillte vajza në shtëpi që të fuste ty në grindje. Po, që të thotë që ja ky pikë të më ndiqe mua nga shtëpia, thoshte. Sa që I vura stop më kësaj marrëdhënie. Që kur unë I vura stop, ai më nuk e pranonte stopin. Ti I dhe fund marrëdhënies e do bove nga shtëpia në momentin që akuzoi vajzën. Sa fund marrëdhënie. Po, I kur ishte nga shtëpia, ai tash mos hajde më. Dhe ai filloi të acaroj më, nga që unë nuk pranoja të flisja më me të. Dhe filloi bënte gjeste, çante goma makinash. Më ndodhën 2 herë dikush më çau gomën e makinës. Herën e parë mendova se ndoshta të kapi në një gozhë, nuk e di. Prerën e parë nuk I dash rëndësi. Tek makina unë mbasi 2 muaj prapa, nuk e di sa kohë, shikoj unë e prej me thik goma. Aty u shqetësova, them drejtën. Se ky më vite 2 herë në javë, mua çdo javë dhe më bënte presion psikologjik që unë të kthesha prapë. E kam marrë direkt në telefon dhe I kam thënë, mos ke çar gomën e makinës se I varfri ti, kam thënë kështu. Po më akuzonte mua që janë këto që më thua, as merrem me goma makinash nejse. Kishte një dyqan, kishte atje kamera dhe vete direkt, se u shqetësova, se tash më krijuan, po më mblidheshin gjëra, më gërviçej makina, po ndodhin gjëra që s'm kishin ndodhur ndonjëherë. Dhe vete tek ata të magazinës që kishin kamerë dhe u them këtu kam problemin, mund të shikoni po ka kapur diçka kamera? E pan ata, më thanë, këtu ka ardhur një njeri me një çantë në kurriz ka prer gomën, thanë. Thoj policisë të vita marri këtë, tha se ne nuk kemi drejt t'japim, tha asnjë lloj tjetër, po që ta ka prer dikush me thik, po, tha. Lajti policia, se lajmërova, kam lajmëruar shumë herë policinë për këtë procesun. Po. Lajti policia më thanë mua që e pam, që vërtet dikush e ka prer gomën, nuk duket me çfarë, thot, por nuk duket fytyra se ka qenë me nga ato kapuçat e bluzave në kokë. Këtë ma thanë ata punat atë fje, edhe nuk duket që ta vërtetojmë që është ky apo jo, më thanë mua dhe nuk themi dot që ta akuzojmë pa një fakt, po nuk u duk fytyra. Okej, këtë vazhdoj, pastaj vinte, gjithmonë tek puna ime, më bënte presion, më dilte te makinas, më linte të futesha në makinë, qëllonte makinën, kisha marrë pra policinë, e fusnin 2 ditë brenda, e nxirnin, po ndodhte dhe ndodh vazhdimisht 2 vjet ky muhabet. Më vinte çdo javë tek puna, çdo javë, dhe kur e mori policia u bë me gjyq pastaj, I lanë që të mos afroj, I vu një afat 1 vjeçar të mos më afroj fare mua, as tek rrugët ku kaloj, as te shtëpia, as asnjë vend. Pra, pasi ndave ai 2 vite të përndoqit dhe të ushtronte dhunë, që të riktheheshe me ta. Po, që të flisin, që të mase pranoja, unë të kthesha prapë. Se unë nuk pranoja të flisja, më nuk doja më të flisja. Dhe mua, sa herë dilte ky nga policia ato herë që ishte futur, të 2 herët që ka dalë nga policia, mua dikush më hapte makinën te shtëpia poshtë. Herën e parë u hap makina, ky e dinte vetëm që mua një derë makinës nuk më mbyllej. Ishte I vetmi njeri që e dinte këtë. Herën e parë, 2 ditë mbasi doli nga policia, mu hap makina mua dhe nuk ishte marrë asgjë, vetëm ishin vënë gjërat në pistolat e makinës brenda, sikur më tregonte që më ke nga mbrapa, se më thoshte do të kesh hije një jetë, më thoshte gjithmonë. Pas ka qenë psiqik, me sa kuptoj. Nuk lajmërova policinë atë radh, nejse, ikuaj muhabet. E kapi policia prer të dytë prapë, kur më vinte një që qëllonte makinën se s'doja unë të flisja dhe me policinë në të njëjtën kohë dhe nuk me te vesh, ishte bërtap. E kapën prapë ata, mbas sa ditësh e nxorën. Një parandjej, shikoja një çun që më ndite nga mbrapa. Wow. Ca ditë. Flisja dhe me motrën dhe I thosha dikush më ndjek, më thoshte mua mos shideja jote. Se kam thënë dhe herë tjera I thosha dikush më ndjek, po e shumta do më marrin një krevat që merrse, më bëj masazh. Dhe veja në përshpira kisha dhe një dyqan dhe shumta do marrin krevati, thosha se makina kisha vjetër.
Dhe për 2 ditë më mori krevatin, më hapën makinën prapë te shtëpia, më mori krevatin më kishte bler ai. Dhe kishën parë qitonët në 3 të mëngjesit të mëngjesit natën, që kishën ardhur 2 veta tek makina ime, jo ky. Dhe kishën lajmëruar policinë, ata kishte ardhur lajmër policia aty, mua s'më kishte zgjuar, kishte rënë derës, po më flija nejse. Edhe mendoj se ky kishte futur njerëz atëherë. Nuk doli më vetë, se filloi dhe trembej pastaj nga policia ndoshta. Dhe pas 2 çuna të dobët që erdhën në fillim rrugës, se kapa komplet rrugën që më dhanë gjithë gjitonët, dhe kur ofruan aty tek parkingu jon, burën diçka në fytyrë dhe lanë vetëm sy që të mos dukeshin kush qenë, se ka kamera kudo këtu. E qartë, mos të identifikoshin nga kamrat. Po, shprekin një makinë aty drejt siç erdhën dhe vajtën direkt te makina ime, që atje është parkingu me makina të shtrenjta. Se është zonë që ka makina të shtrenjta. Vajtën direkt te makina ime prapë dhe morën krevatin dhe një çantë me ca peshqina putallëqe. Që punoja unë me to. 2 herë natën tek shtëpia jashtë shtëpisë, kur unë veja parkoja, ky ishte aty nga hyrja. Te ky ikte. Njeri që i flisja në emër dhe nuk e kthente kokën. Dhe i vajta me vrap dhe e mora video, se më kishte thënë policia që tuan një fakt që ai vërtet të ndjek dhe të vjen te shtëpia. Dhe mora policinë në direkt. Qa bëri policia më tha që bëre gabim që ndonjë nga mbrapa se ai mund të vriste, thanë, se nuk e di në çfarë momenti mund të jetë. Nëse unë e bëra se më kërkonit ju diçka fakti, thash do unë s'kisha fakt që ty thosha që vërtet ky po vjen, vetëm do t'rregoja që ja vërtet më vjen te shtëpia natën. Pra ti e xhirove dhe ja dërzove policisë dhe ishte po ai. Ish partner. Po, e bënte mua ai duke që ishte ai, s'kishte ku të shkonte. Edhe pyes më thanë gjitonët pastaj kur kërkova kamerat, më thanë ata gjitonët që rrite shtëpia ime, më thanë që këtë kemi parë dhe prapë ne këtu që vjen edhe ri. E çmersh. Do me thënë që ai më ndihte edhe herë të tjera, që se kisha takuar unë rastin ndoshta ajo natë që takova. Një herë tjetër më kishte ardhur vajza nga Greqia prapë mua, me një fëmijë të vogël, dhe dola unë për ca shpeza me vajzën time të vogël dhe u ktheva. Në kohë që u ktheva, shikoj një më ngjau natë prapë. Se në dimër më vetë su shpejt. Shikoj unë, kthej makinën direkt të vërtetoja që ishte ky apo jo prapë aty te shtëpia ime. Shikoj unë ky. E bën video vajzë vogël, jo video, një foto vajzë vogël, por nuk doli pastër, se i ndëgja përballë me makinë që dukej. Na shikoj, nuk foli fare në ato momente. Dhe vajza ai shumë të merros, filloi qante kjo vajzë vogël. Dhe e mori ajo me telefon saj pasaj policin direkt dhe u tha këtu, nuk bërën gjë prapë ata. I që futuni në shtëpi jeni safe, vetëm të na thoshin. Dhe vazhdonte gjithmonë më vinte ky. Gjithkohë më vinte, më ndihte, më ruante larg makinës, nuk më fliste më që atëherë. Po e dashur Anjeza, kam përshtypjen që ai do ketë probleme psiqike. Atë mendoj dhe unë se nuk janë normale që ti bëj një burr 50 vjeç këto gjëra. Po prap. Po. Dhe vinte ai aty tek makina, gjithmonë nuk më fliste më kohët e fundit. Një ditë kishte ardhur prapë si të gjitha herët e tjera dhe unë isha në një kafe me 2 shoqja. Aty tek puna kisha një kafe që punonte një shoqja ime shqiptare dhe vetë pi kafe unë atje gjithmonë kur sa e shoqja. E thashun këtë dhe i them kësaj shoqjes, shikoj, thash se do të vi këtu tani se më pa që isha te kafeja jote. Ki parasysh dhe i tregoj fotografinë. Javës që vjen më dërgon foto, kjo më thot mua, mos është një pianeca i joti, më thot mua po, i thashu, ka ardhur një këtu në kafe, qelbe të tha, edhe më dërgoj foto, po është, ai është, i thashun, kur u ktheva nga puna se unë punoja në 2 punë, dhe ky e dinte, atë ditë që unë kthesha tek punë e dytë, nga punë e parë, atje më prista, i çdo tente, e dinte shumë mirë, që unë punoja në një punë tjetër dhe tente vija aty. Edhe nuk më foli. Javës tjetër vjen prap miku aty. Po më shikonte mua nga rruga, unë veja për tek puna, ky po më shikonte nga rruga, nuk i fola, nuk më fliste më fare. Një moment, vajta në kafja që do veja tek pija kafe me shoqen, futet brenda. Unë aty u trembat të drejtën, se tani ata më kishin ndaluar të ishte te rruga që kaloja unë, jo të vinte ngjitur. Dhe sa u fut aty te kafeja, u mora direkt policin prap. Dhe u thash këtu kam problemin dhe ky është futur brenda këtu te kafeja, është ngjitur me mua. Ky iku sa dëgjoj që u mora policin iku direkt. U largua. Afrika. U largua, erdhi policia, e pan dhe kamerën e dyqanit që vërtet ky u fut dhe u mora policin, do të thënë që dukej që sa u fut ky u mora direkt policia që laj parova. Dhe këtu kanë ngelur më. Ai vete në polici paraqitet se kanë futur shteti mua që vjen një grua dhe bisedojmë nga ato të komunës, nuk e di sa janë këto. Si të nësë advaj që janë. Edhe më thajo mua që në 22 prill, tani po, është paraqitur në polici, se i thonë çdo 3 muaj paraqitet.
Dhe tani problemi është këtu tani, mua që më ka shqetësuar. Në datën 1 maj, tek vajza në Greqi, i ka qarë dikush 3 goma. I e qarë e para, ka vajtur e ka rregulluar, ka vënë goma të reja, i e qarë e dyta mbas pak orësh se sa u kthye sa e rregulloi, është qarë e dyta. Në kohë do dilte vajza prapë te makina të njëjtën ditë, e ka gjetë të qarë gomën. Ka vajtë e ka ndryuar prapë. Është kthyer natën se do vende në një parti dhe nuk vajti, dhe kur vajti në mëngjes ditën tjetër ishte e qarë me 3 thika gomë tret. Dhe tani them, mos ka vajt këtë lojën që bënte tek mua, mos e bën tek fëmijët tani dhe më ka trembur. Se vajza i kishte dërguar mesazh. Se merresh me neve duke ditur që ne kemi një fëmijë në makinë, se na çan gomat. Dhe ishte përgjigjur që janë këto turpe dhe mamaja juaj dhe juve që më akuzoni mua për gjëra që si kam bërë. Edhe ti je shkaku, i thot vajzës, se vajza vërtet nuk e simpatizoi kur vajzë e madhe. Nuk donte që nuk e simpatizoi. Që kur e pa jo më tha mua e larga ky se është me probleme psikike, se vajza është infermiere, ndoshta diçka shqetësoi, nuk si do të syri ndoshta. Dhe i ka thënë vajzës që ti je shkaktare që më ndave nga nëna. Ti je shkaku, i thot, nuk e di arsyen për çfarë e bërë. Ti thot, po ti je shkaku, i shkruan. Edhe pastaj i thot vajza që jo ka kamera, atje çai thot vajza se kishte kamerë tek gjithë atje, po atje nuk jeton ka njeri, se kanë pyetur shumë herë. Dhe i lini këto kamerat, i thot, se kështu ka bërë dhe babai juaj. E filloj me vajzën, domethënë, nejse i dërgon biletën vajzës që unë jam në Shqipëri, nga data 29 prill, duke një bileta që ai ka vajtë në Shqipëri. Njerëz dy kushurin që ta prezantuan i kanë folur. I kanë folur, ai buri ka folur shumë herë se ka mua veçi shok e kishte se ndaj dhe u fut. I ka folur shumë herë dhe ai nuk pranon që të shkëputet. Deri në fundit më tha, Njeza, kur unë i thash që s'ke më punë me Njezën dhe do jem unë këtu tani po i vajte mbrapa Njezës, ai u e gërsua më tha mua, merru me policinë Njeza, nuk më pëlqeu syri ti fare, më tha. Wow. Edhe të them të drejtën, mua më ka krijuar më shumë shqetësime tek vajza, se vajza më është trembur. Dhe në shkollë i kanë dhënë ata dhe safeguarden në fillim. E mbajt shumë afër se u ka thënë që kam këtë problem dhe kam frikë se mos i ndodhë një gjë mamas time se unë vetëm mamin kam. Dhe unë do ta vras me duart e mia po bëri ndonjë gjë tek mami, u thot vajza në shkollë. Ma thot dhe mua gjithmonë. Dhe më shumë ka shqetësuar dhe vajza. Do me thënë problemi më shumë është që mos është lidhur me mos fillon bën keq te vajzat. Të jetë rastësi, ndoshta nuk do të duar në zjarr. Po të nga që ka bërë dhe tek mua këto gjëra, kam frikë se mos është tipi i tij. Kaq negativ, nuk e di. Dhe nuk do të kërkoj ndihmë. Sa bashkëtove me të totalisht në kohë? Nuk bashkëtuam, vinte një herë në javë ai, dava 1 vit e gjysëm. As 1 vit e gjysëm mund të thuash, aty lart poshtë 1 vit e gjysëm, që vinte një herë në javë, vetëm kur kishte ditë të pushimit. Se nuk jetuam bashkë, nuk pranoja nga që shikoja diçka që s'm pëlqente te ky. E qartë, por nuk e mundu do t'ja njohësh familjen, qa ka vlezër, motra? Unë me familjen e ti një njofa. Maman e ka një grua shumë të mirë. I kisha thënë dhe mama si kam këto probleme dhe më ofendon deri në kocë, kur nuk i kam bërë gjë, dhe më kishte thënë, Njeza unë jam me ty. Unë e njoh djalin tim, kishte thënë. Dhe motra që kisha biseduar me të kishte thënë që i besoj Njeza këto që më thua, se vllai im ka prishur shumë raste në këtë mënyrë. Për shkak të alkoolit. Për shkak të alkoolit. Për shkak të alkoolit. Dgjoj, unë nuk them vetëm që është alkooli, unë them që ky është shumë negativ si njeri. A plan alkool nxjerr veten. Se është dhe shumë i zgjuar, është me shkollë të lartë që në kohët e Beroxhës dhe është shumë i zgjuar. Është shumë manipulues, është shumë i zgjuar, nuk e ka dot, me thënë. A i jeton sa larg jush tani? A i tani jeton në një qytet larg muaj që doj që të vi me tren. Të vi këtu tek mua do njëre gjysmë e 2 njerë. Që të vi tek puna ime. Dhe unë punën e kam që unë e reklamoj. Në çdo vend se unë bëj masazh terapi dhe unë e reklamoj kudo punën, se ta dhe policia ndëro numrin e telefonit. Nuk është telefoni problemi im, ai mua më gjyn adresën. Unë një telefon dhe vë dhe ai do futet të Google dhe mua do më gjej. Çdo që të jem. Ka ndëruar shumë numra telefonash, shumë numra që më merrte.
Por e qartë, por e gjithë kjo situatë që po më tregon është pak e frikshme, se kemi të bëjmë me një person që mund të ketë probleme serioze, të përndjek, të kërcënon, do të bëj keq, kjo është e tmerrshme dhe mbi të gjitha frika jote më e madhe është tek fëmijët, te vajza. Unë atë problem kam, më shumë tek vajzat që atë kam frikë. Nëse është ore këti dhe e ka vënë me vajzat, mua kjo më trëmë më shumë. Tonë, më shumë të vajza, dhe në Greqi e kishte parë njërë dhe vajza para shumë muajsh, rastësit e lagja jonë. Te lagja jonë ai nuk ka asnjë lloj pune që të vizë, ai dhe kur vjen në Greqi, ai rrit tek motra, që është në anën tjetër të qytetit të Athinës. Dhe tek lagja jonë, ishte për çudi vajzës, e pash më tha mua dhe po veja në gjimnastikë dhe e shikoj përballë, dhe për momenti thash po kjo fytyrë e parë. Pastaj u kujtova që wow, po ky çpun ka te lagja jon. Ja thashun atij kushuririt tim që këtu dhe te lagja jon çpun ka që vetet, se ishte vërdall shtëpis, çpun ka që vetë ai andej, kupton? Pastaj ndodhi kjo me pasqyrat e makinës tani, me goma tani tjera, si të tëra. Nuk e di, nuk do duar në zjarr. Ti sa kohë u bë që je ndarë, ke dëbuar nga shtëpia? Unë vajta 1 vit e gjysë. Ua, 1 vit e gjysë. Jo, dale. Ka më shumë, nuk qaj 1 vit e gjysë, ka 2 vit e gjysë. Qaj po më ndjek nga mbrapa. 2 vjetë unë i kam bërë në dhjetor, në jenar. Do më thënë qëndrove aq me atë njëri dhe u bë 2 vit e gjysë që ai akoma të përndjek dhe të shqetëson. Po, ishëm 1 vit e gjysë më thuaj se që bashkë që vite një javë aty që njifeshim, dhe ka 2 vjet e gjysë, 2 vjet e 4 muaj tani ai që, tani ka 4 muaj të fundit që me mua nuk po merret, ai vetëm kur vinte, shikonte nga larg. Po tani kjo më ka trembur që mos është fut tek fëmijët tani mua, kupton? Ti nuk e ke marrë në këto 2 vite e gjysë, Anjeza, nuk e ke marrë guximin të flasësh me atë njëri për t'ia shpjeguar që ndarjen duhet ta pranosh. Ja kam shpjeguar shumë herë në fillim, pastaj nuk merresha më të flisja me të, se ishte thoshnim të njëjtat gjëra dhe nuk kishte më arsye. Të njëjtat gjëra dhe i kisha thënë, unë nuk e kam marrë të vendim dhe unë nuk e kthej më mbrapa. Nuk je, mase jam unë ajo e keqja, e kisha thënë, dhe ti je shumë i mirë, apla nuk je për mua thënë në ato kushtet e mia. Se çdo njeri ka një limit për veten e tij dhe unë nuk e pranoj këtë gjë, i kisha thënë pijen dhe ta kisha thënë që në fillim. Dhe 5 vjet jemi bashkë, nëse unë kuptoj që ti je një pianec, se kohët e fundit ai më vinte me një shishe raki në dorë. Dhe ishte kaq i djallëzuar sa që kishte 2 shishe, një ujë dhe një raki, dhe më zgënjente shumë herë trurin që ja unë pi ujë. Dhe unë ja gjija të fshehur të njëjtën shishe në shtëpi në përdollap fshehur, me rakia, me votë, qa ishte me alkohol, as ai ishte ngjitur, nuk e di, edhe kisha provuar në ato, ajo as vodka si ishte, ajo ishte alkohol gjallë, dili syt, nuk e di qa pinte. E qartë, e kuftoj. Dhe nuk e di tani, ku... Nuk e di. Ti e ke denoncuar në polici, por thuaj që policia aty në Angli nuk ka marrë ndonjë mas për të. Vetëm i kanë vënë atë të mos më afroj, ai më thanë që po t'u afroa do lajmërosh, kam lajmëruar shumë herë policin dhe nuk ka për asgjë, që unë e kam lajmëruar shumë herë mbas ditës së gjyqit, që ai ka ardhur dhe më ka ndjek dhe te shtëpia natën që më ka ndjek 2 herë që unë e kam parë, se 2 herë e kam parë që më ka ardhur te shtëpia, i kemi lajmëruar dhe nuk më kanë dasë, nuk e di ç'a janë këto masat e këtyre, nuk e di. Por gjykata me çfarë dënoi atë? Apo ty të pajisi me urdhër mbrojtje që ai të rri larg teje, vetëm kaq. Dhe ai detyri paraqit. I dha atë fletën që të mos më afrohet mua as tek puna, të mos ketë të drejtë, as tek puna, as në rrugët që unë kaloj shkroj emrat e rrugëve tek fleta e gjykatës, që të mos afrohet fare në zonën që unë jam, se nuk ka arsye, se nuk jeton aty. E qartë. Por vajza që është 15 vjeç dhe shkon në shkollë, ka hasur ndonjë shqetësim? Jo. E vërteta jo, se atë i tremem shumë. E vërteta jo, unë për shkak të tij ndërova makinë që të mos më gjente. E ka gjetë makinën time, se kur e gjeta unë te shtëpia, unë isha me makinën tjetër që e ka parë kush makina, se e kam parë dhe më mbrapa që e shikoja larg makinës që priste. Ndërova shtëpi, tani shpresoj që shtëpi nuk e kam mësuar akoma. Më ndihmoi shteti dhe më dha shtëpi dhe shpresoj që shtëpi nuk e kam mësuar akoma. Unë tani kam vënë dhe kamerët e makinat të drejtën, tani para 1 jave kam vënë, që kur ndodhi kjo me fëmijët, që them se ai po vazhdon dhe me fëmijët, do vazhdoj prap këtu. Dhe them të paktën të kem një fakt, që tu them policisja ku është. Unë uroj ta kem faktin. Unë uroj dhe shpresoj që ai të triqet, ti të rasti mendjes, të lërë të qetë,
sepse do përfundoj në burg, në momentin që do bëj një gest ndaj teje apo fëmijëve të tu, një gest akoma më të rëndë se një çarje go me makina, i përfundon në burg dhe du ta kuptoj që ç'a po bën. Është çmenduri e gjithë kjo situatë. Nuk e di, unë nuk e kuptoj tipin e atia, se ai gomat kur i ka çarë të dy herët që janë çarë gomat, ka qenë dita që ai ikte në Shqipëri dhe ai e bënte këtë të na zgënjente. Se herën e parë ishim bashkë dhe e kisha ndarë unë. Dhe nuk pranoja më të lidhesha me të dhe ishim për në Shqipëri se kishim mbyll biletat të dy bashkë. Ma çau gomën atëherë, ndoshta edhe jo, u ça goma, ato ditë që do ikim në Shqipëri. Ditën e herës tjetër që çau me thik, kur e mora unë direkt dhe i thash mos më ke qarë gomën, më tha mua unë jam në Vlorë. I them unë direkt, më dërgo foto që je në Vlorë, që ta shikoj që je në Vlorë vërtet se ke bërë ti, më mbylli telefonin. Dhe unë jam ngritur dhe kam vajt atë zonë ku punonte ai që të vërtetoja që ky ishte në Angli apo kishte ikur vërtet. Nuk e kam gjetur, i kam vajt e puna se ja dia dhe punën se tash u çmenda se më zuri dhe mua ajo ai ankthi që dali ti arrin lëviz me një thik në përduar. Nuk e gjeta, aty vajta me një shoqe, i vajta te shtëpia, nuk e gjeta dhe kam marrë mamaren e tij në telefon dhe i kam thënë, më jep Altinin. Më tha, për çfarë more një zase që të marrësh ti nuk më ke marrë kot. Çfarë ka bërë djali im? Më tha se unë e njoh djalin. Më jep Altinin, i thash. Më tha mua që Altini vjen sonte natën, tha, nga Manchesteri në Tiranë, tha, në orën 10 darkës. Dhe goma ime ishte çan 12-15 ditës. Që ai kishte mundësi të çante gomën, të ikte në aeroport dhe të ikte të merrte atë, do me thënë të zgënjete trurin që unë jam në Shqipëri. E qartë, e kuptoj një që pas ka probleme vërtet serioze, por uroj që të trishet prej teje. E dashura Anjeza, më vjen shumë keq për këtë që më rrëfeve dhe mbi të gjitha kur ma nisi historinë që edhe burri i parë bëri vetvrasje se lose bixhos. Ndaj nuk doja pranoja njëri me vese, nuk e di për çfarë arsye ma solli fati, e solli tani unë nuk e shkëpuz dot, ky është problemi im. Dëshiron nëse ke një numër kontakti të tij? Ai ka ndruar kaq shumë numra që dhe policia nuk e gjende asnjëherë me të njëjtin numër atë. Por ndoshta ai ka ndruar kaq shumë numra dhe nuk e di kë numër ka ai më tani, nuk e kam idenë sa numri ka. Nëpërmjet emrit dhe mbiemrit është forma më e lehtë për të gjetur numrin e tij, nëse ti dëshiron, unë mund të flas me atë person. Mund të flasësh, unë se kam problem, mund të flasësh, ti thuash, nuk e di. Sepse është e rëndë gjithë kjo situatë, sinqerisht, dhe uroj që sepse je në ankth dhe të kuptoj. Je në një moment vështirësie, në vend që punon, ti je e lumtur me vajzën tënde aty në Londër, një person të shkatërron gjithë ditën dhe gjithë. Unë jam në Manchester, vajza ime, çdo të njëjtë sa i vjen të enjteve. Vinte të enjteve sa shumë herë të ditë pushimit dhe unë çdo gjë që më ndodhte të enjte dhe të enjteve e shikoja unë gjithmonë dhe më thot vajza mua dhe sot e kësaj dite që sa herë është e enjte më thot mami hapi syt se është e enjte sot. Ki mendje se mos vjen ai më thot. I ka ngelur dhe vajzës. I është bërë vajzën shumë, vajza mam ka një problem shumë të depresuar në shkollë, ma kam thënë në shkollë, që atëherë vajza më ka gjithmonë, ndoshta ajo e ka në trurin e saj, se kështë e thënë dhe një psikologe që vetet e shkolla që kam frikë nga filan person se më ndjek mami gjithmonë dhe mos i bën gjë mamit. Është vendosur në merak, e qartë. Po, edhe nuk e di të thash, unë nuk di çfarë të bëjmë, nuk e kam idenë. Nuk e kam ide, nuk e di. E dashura Anjeza, ngjarja me bashortin e parë ka ndodhur në Londër? Jo, ne jetonim në Holland, ishte një me vajzën e vogël, edhe nga kilose bixhosa atje ai unika e lash, u ktheva te vajzat në Greqi, se kishim lënë 2 vajza që do merrin dhe ato si ishin në shkollë në atë kohë, u ktheva te vajzat, nga kilose bixhos dhe vajti vrau veten, vajti në Shqipëri e vrau. Nuk e di. Të tjerë ai kishte një depresion, pa ai lose kumarat e dinim të gjithë. Edhe nuk e di, flisim shumë dhe aty, kishim falur vajzat shumë. Paske pasur një martesë shumë të vështirë. Shumë i mirë, njeri do me thënë që dhe kur i flisja këti në njerë që i tosha që ishte njeri i mirë, ky bëj shumë xheloz dhe i tosha që bësh me një të vdekur. A i bërë xheloz dhe kur ti flisje për burrin tënd të ndjerë? Po, sa e thosha unë një që kemi vajt tu apo kemi vajt atje, me atë që a thosha unë emin, a i bëj tërboj. Nuk e di të thash, ishte një njeri që mua më ka sjellë shumë shqetësime ai njeri. Anjeza, unë
e besoj, ai ka qenë një xheloz i smur deri në atë pikë sa vazhdon akoma të përndjeki dhe fati jot i keq që u njohë me atë person. Shqiptar nga Vlora që po ta shkatron, po ta nxin jetën, por unë do flas me të, do bëj pamundurën për të gjetur format e mia. Ke një mesazh që do t'i përcjellësh? Do një mesazh t'i përcjellësh? Të më lërë të këtë mua dhe familjen time asgjë tjetër, të shikojën e di dhe të mos na ngacmojnë, na lërë në hallin tonë. Nuk e shqetësojmë dhe nuk duan të na shqetësojnë, asgjë tjetër s'dua. Nuk kam dash kur ja kisha thënë, as ta ngatroja me policin, i kisha thënë shumë herë, nuk dua, shumë herë më kishte thënë dhe policia lajmëroj sa ta shikosh dhe nuk lajmëroja. Përse? Se e dija që do përfundonte keq. Nuk pranonte, o mos vinte. Vetëm këtë të më lërë të qetë mua dhe vajzat e mia, asgjë tjetër s'dua. Në qoftë se i kam faj, le t'i kem, që nuk i kam pikën e fajit, se janë njëri ka shumë punëtori, njëri ka që rregull dhe për familje, dhe ai ndoshta këtë nuk pranoi dot. Gjeti një shtëpi shumë të rregull dhe nuk diti ta mbante. Unë këtë mendim kam. Se ai gjeti një familje shumë të rregull, me një fëmijë shumë të respektuar, një grua punëtore. Shiko, ti thuash të më lër mua të qetë vajzat e mia në radhë të parë të lër të qeta dhe mua bashkë me to. Nuk dua t'i bëj keq, jam munduar shumë herë t'ia fal. Nuk i ka lërë as vetes dhe të mos më shqetësoj më. Vetëm këtë dua, se unë nuk kam për t'i falur me qimen, po merr ti thuash. Unë po e pash, unë nuk i jap më shans të mos lajmëroj policinë, se unë jam trembur, them një të vërtetë. E kuptoj se je e vetme aty me vajzën dhe sigurisht ku një njeri të përndjek është e frikshme. Unë tani të dija që ai kishte vajtur në Greqi. Ti ishte e sigur që kishte vajt në Greqi, sa i tash, ai mund të ketë futur njerëz, ai këtu në Greqi në Angli më futi njerëz që më japën makinën. Po të dija unë do kisha vajt në Vlorë dhe do veja te mamaja e tij dhe do merja dhe policinë dhe mas e ndalonin ata, do i veja te shtëpia. Ai shumë jam e mërzit dhe unë nuk i fal më. Unë jam trembur, o deta. Vajza ime më është trembur shumë. Më thot vajza që po mendoj që unë do marr policinë dhe do bëj share location ku jam që të vish të më gjësh. Pse të më jetë mua vajza me një depresion kaq psikologjik. Vajza herë vete në shkollë, herë nuk vete. Fillon qan. Më thot mua nuk e kuptoj çka kam ma. Kam frikë ma. Nuk e di se mos na ndodh gjë ma. E qartë. Më ka fut një depresion psikologjik te vajza që është 50 vjeçe. Më ka krijuar shumë shqetësime të mëdha. Më ka fut në një ekonomi, ndrova makinë, nuk e kisha mundsinë. Jam vështirësuar. Ndrova shtëpi, vërtet më ndihmoi shteti, po unë e paguaj shtëpinë Qiran. Më ndihmoi që të ikja. Nuk është se nuk i paguaj. Tani vura kamerën, e kam vënë kamerën 400 pound. Pse? Që të kap Altini, nuk ma ka borxh se unë punoj nga mëngjesi në darkë që të mbaj familjen, jo t'i bëj rraqe lekët e mia, përse që të mbrojmë nga dikush. E qartë, e kuptoj. Domin Si të më lërë të qetë se unë nuk do t'i falë, do t'i thuash. Po e pash, ku do i ta shikoj, unë nuk kam për t'i falur më. Ai ka pasur martesa të mëparshme para jush? Ai ka pasur, Odeta, ka pas martesë, më kishte thënë me një nga Vlora, nuk e di. Emrin e saj se unë të merja ta pyesja. Ka humbur një fëmijë ajo dhe i kisha thënë si ma tregonte se kur pinte fliste. Më kishte thënë që u pre me një xham dhe ja hoqe fëmijën se të futin në operim. Nuk më pëlqeu si ide. Njëherë tjetër më kishte thënë që unë kur isha në shkollë të lartë kisha një të dashur dhe ajo mua më i fika cigare në mish. Do me thënë veprime që nuk më pëlqejnë. Atë po ta gjësh, po t'i gjeja në njërë nga këto do të thënë vërtetën. Pastaj më kishte thënë për një rast se i kisha pyetur që nuk bëre ndonjë lidhje mbas martesës se është ndarë që në 2012 më kishte thënë shumë vite. Dhe më kishte thënë që kur era në Angli njofa njërën, të thash kur pinte i thoshte këto muhabete se kur ishte mirë nuk hapej. Njofa njërën në Manchester shqiptare, nga Vlora më duket më kishte thënë, edhe dola për kafe dhe pastaj se ku kishte gjetur emrin e asaj, më fal për shprehjen kurvës, më tha mua për gruan. Edhe çai ka thënë ajo dhe ajo u shkëput që atëherë se më tha që kanë folur me gruan tënde dhe që atëherë më bëri blok, që diçka do ketë ndonjë gjë të keqe. Këtu te barku ai kishte një shenjë thike dhe kisha pyetur që ç'te kjo, qa e ke këtë? Kur isha unë ade i ri, u zunë sa shokët e mjes dhe më zuri thika. Do me thënë që tani që i lidhun këto, them, diçka ka patur një diçka jo të mirë. Që dhe mamaja më thoshte që unë jam me ty njëza se unë e njoh çunin tim. Por fëmijë kishte nga martesa?
Jo. Jo, një martesë solli një jetë fëmijë. E qartë, e kuptoj. Sot ai është i vetëm. Mirë, Anjes, ne do vetemi të dyja së bashku në kontakt. Uroj dhe shpresoj që ai person të ndërgjegjësohet, por dua të them vetëm diçka. Kam bllokun këtu. Këtu, në këtë blok janë shumë numra të personave që mua më telefonojnë dhe duan të jenë live me Odetën. Pardije, më ka mbritur një mesazh nga një shqiptar nga Anglia, kam dhe numrin, s'po e bëj, ku më thotë që të lutem më ndihmo se jam ndarë me nga e dashura. Dhe paka shumë ishte mosha 50 vjeç, por do jetë ironi fati nëse ai mua më ka telefonuar. Ke gjemrin? Jo, nuk e kam emrin, numrin kam edhe mesazhin e tij që më ka dërguar. Dhe sinqerisht, kur ti po ma tërgoj historinë më kujtua dhe kam lënë që nesër ose pas nesër ai do jetë live me mua, do jetë çudi nëse do jetë Altini, nuk e di. Edhe çfarë kërkonte? Duhemi shumë, por nuk jemi bashkë dhe do të bashkohet. Gjallë bot, jo me mua. Të lutem shumë, jo me mua. Jo me mua ato që parë. Nuk e di nëse është Altini apo jo, do të njoftoj, por ne do vetemi bashkë në kontakt. Altinin e vërtet nga Vlora unë do ta gjej, do kemi një komunikim me të dhe do të njoftoj. Kështu që të përshëndes dhe të puf nga Tirana e dashur. Inshallah, zot, vetëm të më largohet se më ka fut në një çerr dhe me fëmijët e mi tani, që ti që na i finte në shtëpi më thonë me vajzat, ti që na i solle këtu, ti që na mësoj shtëpinë, që na mësoj makinën, që na mësoj jetën tonë, do me thënë që më ka fut shumë dhe me vajzat tani të mdhajat. E qartë. Jo, vetëm po fole, thuaj, lere Anjezën të qetë se do veç burgjeve, se nuk do ta falë qime do i Ai do ta di këtë gjë, që vërtet rrezikon burgun, nëse vazhdon me këto që bën. Me këto marrëzira po ti thua që unë nuk do t'i fal më. Dhe ta shikoj, jo të më flasi, dhe ta shikoj unë do lajmëroj policinë. Kam bërë kaq lëvizje që të shmangem nga ai njeri të mos mësoj askurri. Dhe nuk i fal më, të tash me këto që ka bër, jam trembur se kam frikë se mos është ekstrem i çmendur. E qartë, kuptoj që mund kemi bëjmë me një person. Vetëm për këtë. Po, se nuk e njeh këdo, se ça. Uroj që mund të ketë xhelozi të sëmur, që nuk pranon që ti të gjesh një person tjetër për thotë është e imja dhe është xheloz i sëmur. Uroj që ta kuptoj dhe të rriqet dhe ta pranoj ndarjen. Kjo është. Por do mbetemi në kontakt. Më kishte thënë shumë herë që ti nuk do, si ma kishte thënë, unë s'do të lë të lumturohesh më. Ma kishte thënë shumë herë. Xheloz i sëmur. Mirë, Anjeza, unë të përshëndes e dashur, sepse je... Shumë faleminderit, vetëm që u lidhëm më bëhet shumë që e fisha Allah, zgjidhet ky problem se më ka shqetësuar jashtëmase. Uroj me zemër që ai zëri jo të dëgjohet ose më vjen keq. Jam vetë grua. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe me këtë denoncim nga Anjeza. Uroj dhe shpresoj që zoti Altin nga Vlora që jeton në Angli të na ndjeki, të më telefonoj, do doja të kisha një komunikim me të. Kështu që uroj dhe shpresoj që të më marri në telefon dhe nëse ai nuk e di numrin tim, unë në këtë momente do ta shkruaj me titra, numri im i telefonit është 069 99 55 698 që ndodhet këtu poshtë ekranit. Ju falenderoj dhe ju miq që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që t'jeni pjesë e kësaj dritare, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit ose të më shkruani mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit, deri takohemi nesër. Mirupafshim.